أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه ومن اتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahu xhaleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, për gjitha këto mirësi që na dhuroi, e një ndër ato mirësi të pakufishme, më rëndësishmja që jemi në fenë islame, fenë që Allahu xhaleshanuhu u shpalli mbar njerëzimit, duke filluar nga Ademi alayhis salam, njeriu i parë, muslimani i parë, pejgamberi i parë, dhe duke përfunduar me shpalljen e Kuranit famlart Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vullës së pejgamberisë. Njëherë shprehim salavat, përshëndesim pejgamberin alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në kiamet. Me që jemi në muajin e shenjtë e të bekuar të Ramazanit, shfrytëzoj nga rasti të gjithë shikuesve t'u uroj këtë muaj me lutje Allahu xhaleshanuhu që të na pranon agjërimin ton dhe të gjitha adhurimet apo lutjet që i bëjmë kudo që jemi. Muaji i Ramazanit është i njohur për gjithë besimtarët musliman kurdo dhe kudo që jetojnë, se është muaj i agjërimit. Agjërimi është një nga shtyllat kryesore të fesë islame, po gjithashtu ne përzgjedhëm si temë të sotme të flasim për muaj Ramazanit, muaj i mësimit, shkencës dhe përparimit. U përcaktuam për këtë temë pasi që fjalët e para, ajetet apo versetet e parë, të cilët ju shpallën Muhammedit alayhi salatu wassalam natën e Kadrit të Ramazanit vitit 610, kur ai ishte në moshën 40 vjeçare, duke qenë i vetmuar në shpellën Hira, ju shpallën ajetet e parë, fjalët e para nga Allahu i Madhërisëm: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo e mëso në emër të Zotit tënd që krijoi çdo gjë. Khalaqal insana min alaq. E krijoi njeriu nga një pikë gjaku të ngjizur. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo e mëso se Zoti yt është më bujari. Alladhi allama bil qalam. Allahu është ai që ja boni të mundshme njeriu të mësoj me anë të lapsit. Allama al-insana ma lam ya'lam. E mësoi njeriu për gjëra që nuk i dinte më parë. Surja Alaq, 5 ajetet e parë. Nga këto fjalë të Allahu xhaleshanuhu, kuptojmë se urdhër apo imperativi i parë, i cili u shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe i njëjti vazhdon për gjithë na muslimanët, për gjithë besimtarët, në të gjitha kohrat, është mësimi. Të leximit dhe mësimit arrihet te besimi i sinqert, me anë të mësimit e studimit arrihet te adhurimi i drejtë, e me anë të mësimit dhe përdorimit të lapsit dhe gjitha mjeteve që shpijojnë te dituria, njeriu bëhet më i kompletuar, më i edukuar në çdo aspekt të jetës. Pra, nga këto fjalë, ne kuptojmë se leximi dhe mësimi, studimi në emër të Allahu xhaleshanuhu është farzi apo obligimi i parë i cili na kërkohet gjithë muslimanëve, çdo kush në gjuhën e vet antare, nëpërmjet saj të studion, hulumton, të zbulon gjërat të cilat i kanë nevojë njerëzimi në përgjithësi, jetën e kësaj bote, por gjithashtu edhe të përfitohet, të kontribuohet edhe për jetën tjetër për ahiret.
Pra, përveç fjalës parë, mësim në emër të Allahu xhaleshanuhu, edhe mjeti i parë, i cili u përmend në këto ajete, në këto fjalë, ishte lapsi. Edhe siç dim, edhe kemi mësuar se me anë të leximit dhe përdorimit të lapsit arrihet të çdo lëmi shkencore. Megjithatë, Allahu xhaleshanuhu nuk e ka përkufizuar diturinë. Dituria dhe edukimi kërkohen nga faktori i parë, nga familja, nga rrethi familjar. Pra, prindrit në radhë parë, të afërmit, por gjithashtu duke u rritur fëmiu, djali apo vajza, duke shkuar në çerdhe, foshnjare, fillore, shkollë mesme, studimet e larta, fakultete e studime postdiplomike, çdo kush nga besimtarët e ka për obligim të dinë se mësimin e bën si obligim personal, individual, por njëkohësisht me anë të mësimit dhe studimit dhe profesionalizimit kontribon edhe për familjen, për shoqërinë, e kështu atëherë ka dobi edhe për jetën e kësaj bote, po ashtu fitohet sevape edhe për tjetrën ahiretin. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an betohet për shumë krijesa, për shumë çështja, për gjëra të cilat janë të dobishme apo të nevojshme për ne. Betohet për diellin apo hanën, betohet për qiejt apo tokën, betohet për kohën që ne ta shfrytëzojmë maksimum. Ashtu Allahu xhaleshanuhu në surën An-Nun betohet wal qalami wama yasturun, pasha lapsin dhe atë që ka shkruajnë me anë të lapsit. Pra, edhe nga ky ajet të kuptojmë se leximi dhe shfrytëzimi i lapsit janë gjëra primare të cilët duhet shfrytëzuar çdo musliman apo muslimane në jetën e kësaj bote, në jetën e përditshme. Gjithashtu, krijuesi i gjithësisë Allahu xhaleshanuhu na mëson me anë të Kur'anit si të lutemi, si të bëjmë dua. E sidomos gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, e një ndër ato lutje është që na gjithmonë, nëse jo në gjuhën arabe, në origjinal si është i shpallur Kur'ani, mund edhe në gjuhën që e flet besimtari, pra edhe në gjuhën shqipe. Wa qul rabbi zidni ilma, o musliman, thuaj dhe lutu, o Zoti im, shto ma diturinë. Pra, nga këto argumente që i përmendëm dhe shumë tjerë, shumë ajete në Kur'an flasin për vlerën dhe vendin e diturisë dhe studimeve në përgjithësi, për ngritjen e muslimanit në jetën e kësaj bote, por gjithashtu edhe hadithet apo fjalët e pejgamberit alayhis salatu wasalam janë të shumtë në këtë aspekt, por do të përmendim vetëm një që është i përgjithshëm nga thënjet e pejgamberit alayhis salatu wasalam, i cili na thot dhe na mëson se utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Kërkoni diturinë o ju musliman apo muslimane të umetit tim nga djepi e deri në varr. Pra nga ky hadith, i cili ka bazën në shumë ajete të Kur'anit famlart, ne kuptojmë se dituria nuk ka kufizim, nuk në akademik, titull magjistër apo doktoratur, po dituria pra pa marrë parasysh ciklin e mësimit apo studimit, besimtari apo besimtarja e ka për obligim që gjithmonë të lexon, studion e hulumton, të arrin të kupton veten se kush është si njeri apo krijesë e cila dallohet nga gjallëse të tjera me anë të mendimit, me anë të logjikës, e me anë të logjikës e gjen vetveten, din ta beson krijuesin, din ta adhuron, din ta falenderon, e nëse ne e falenderojmë dhe madhrojmë, ai na premton se na shton mirësitë tona të jetës kësaj bote dhe na ngrit më lart në gradat e xhenetit inshallah në ahiret. Duke lutur Allahun xhaleshanuhu që në këto ditë të bekuara të muajit të shenjtë të Ramazanit, Allahu xhaleshanuhu të na shton shëndetin, vullnetin për agjerim, për adhurimet të tjera që na kërkohen, të cilët duhet të shtojmë edhe më tepër gjatë muajit Ramazanit, të shfrytëzojmë literaturë, të lexojmë gjuhën anëtare, Kur'anin nëse e kemi ditur të lexojmë sa më tepër gjatë këtyre ditëve apo netëve,
Nëse jo, të mundohemi nëpërmjet kurseve të ndryshme të mësojmë leximin e Kuranit në origjinal, në gjuhën arabe. E nëse jo, atëherë të lexojmë literaturë për kthimin e Kuranit në gjuhën tonë anëtare shqipe, në gjuhë tjera të cilët i kuptojmë, e të shfrytëzohet sa më tepër ky muaj, jo vetëm për adhurim, po edhe për mësim, studim dhe zhvillim të gjithëmbarshëm. Allahu xhaleshanu na dhash mirën këtë botë, na shtoft interesimin ndaj çdo gjëje pozitive, na largoft nga ato që janë negative dhe na bëft partinë e muslimanëve të cilët kur i ndëgjojmë fjalët e shenjta, fjalët e Kuranit famlar, pra fjalët e krijuesit të gjithësisë, Allahu xhaleshanuhu, të i praktikojmë në jetën tonë, të i praktikojmë në jetën tonë të përditshme dhe me shpresë që Allahu xhaleshanuhu të na shton të mirët e kësaj bote dhe gjithë muslimanëve anë mban botës të na bënë nasib xhennetin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi të gjithë ju.